Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Një çast për t'u thelluar. Dashuria për Allahun, njohja e Tij, përkujtimi i Tij, kërkimi i paqes në Të, ndarja e dashurisë, frikës, shpresës dhe varja vetëm prej Tij. Këto janë cilësi që kur kombinohen në një person, përbëjnë një lloj parajse mbi tokë. Këto janë cilësi që i sjellin paqe atyre që e duan Allahun, një lloj paqeje që s'ka të krahasuar në këtë botë. Nëse zemra është e kënaqur dhe ka një lidhje të fortë me Allahun, ankthi dhe pikëllimi do të largohen prej saj. Dhe ana sjellta, askush nuk ndjehet më i kufizuar se ai që e ka zemrën e lidhur pas tjetër kujt veç Allahut. Ai që e haron për kujtimin e Tij dhe s'është i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu. Kjo shihet qartë kur studiojmë rastet e atyre që kanë kaluar. Ne i zhdukëm disa vendbanime për rreth jush. Është një shembull tragjik i barmakidëve, një familje që jetonte në kamje, rehati dhe ekstravagancë. Fundi i tyre, megjithatë, u shërbeu si mësim të gjithë arabëve që vijuan. Harun el-Rashidi, sundimtari i asaj periudhe, urdhëroi një sulm të papritur mbi atë familje dhe pronat e saj. Vendimi i Allahut u mbriti në mëngjes nga duart e personit të tyre më të afërt. Ai u shkatërroi shtëpitë, u mori sklevrit dhe u aderdhi gjakun. Të dashurit dhe fëmijët e tyre qanë nga ky tmerr. Askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut. Ata që e dinë ngjarjen duhet kuptojnë natyrën kalimtare të pushtetit dhe pasurisë në këtë botë. Nxirrni mësim, o ju që shikoni. Vetëm një orë para greminës së tyre, ata po zhgryheshin në mëndafsh, plot gëzime vetkënaqësi, duke u ndjerë të sigurt ndaj dëmit, të pandërgjegjshëm për peripecitë e jetës. Një ajet kuranor thotë: dhe ju vendosët në vendbanimet e atyre që dëmtuan veten, dhe e kishit qartë se si vepruam ne me ta, e ju sollëm shembuj edhe juve. Ata u kapardisën në jetën e tyre të rreme, mirë po për fatin e tyre të keq, ata e ngatruan mirazhin me pellgun dhe këtë jetë me përjetësinë. Ata kujtuan se nuk do t'i kapte drejtësia dhe se të shtypurit nuk do të hakmereshin. Dhe ata menduan se nuk do të ktheheshin kurrë tek ne. Atë mëngjes, ata u zgjuan të gëzuar, por kur kishte rënë muzgu, ata ishin ndërvarë. Në një çast zemërimi dhe kapriçoje, Harun el-Rashidi zhveshi shpatën e zemërimit ndaj tyre, duke vrarë Xhafer ibn Yahya el-Barmakiun, duke e varur në kryq dhe duke djegur trupin e tij. Ai ja burgosi të atin, Yahyain, dhe të vllajin El-Fadl. Pasuria e tyre u konfiskua, pikëllimi i tyre u shpreh nga shumë poet arab. Njëri prej tyre tha: kur e pash shpatën që ngrihej mbi Xhaferin dhe një tellall i dha kalifit lajmin e Yahyait, e qava këtë botë dhe arrita bindjen e vërtet se e afërt është dita kur djaloshi do niset nga kjo jetë. Ajo s'është gjë tjetër, veç një tokë e një sundimtar pas një tjetër, se fatkeqësia pasohet me caktimin e mirësive së shpejti. Ndërkohë që njëri banon në pallate të larta prej mbreti, tjetri fundoset në thellësitë e ulta të mjerimit i shkreti. Po tani, ku është Harun el-Rashidi dhe ku është el-Barmakiu? Ku është vrasësi e ku është i vrari? Ku është urdhëruesi i vrasjes që rinte shtrirë në shtratin e vet në kështjell? Dhe ku është ai që u kryqëzua? Me të djeshmen ikën dhe aktorët e saj. Por më i drejti do u gjykojë atyre në një ditë në të cilën nuk ka dyshim. Ditë ku nuk do të ketë as shkelje, as pa drejtësi. Dia për ta është e Zoti im, i shënuar në një libër. Zoti im as gabon, as haron.
në ditën kur njerëzit ngrihen për të dalë para Zotit të botëve. Atë ditë ju do të silleni para Zotit, duke mos mbetur i fshet asnjë sekret i juaj. Jahja ibn Halid el-Barmakiun e pyetën për këtë fatkeqësi. A ja diti shkakun kësaj? A i tha, ndoshta ishte duaja e ndonjërit që i kemi hyrë në hak, një lutje që nxitoi në për atë natë teksa ishim të pavetdijshëm. Abdullah ibn Muavija ibn Abdullah ibn Gjaferi foli në burg mbi arrestimin e tij. Jemi nisur nga kjo botë, por jemi ende banor të saj. Si jemi as prej të vdekurve, as prej të gjallëve. Kur roja e burgut për ndonjë arsye shfaqet pastaj, ne shtangemi e themi, ky është nga bota e tanëve. Gëzohemi kur shohim një ëndër, sepse tërë fjalët që ndrojmë me të zgjuar janë për ëndrat që pamë. Kur ishin të mira vinin vështirë duke zvarritur këmbët. Kur ishin të këqija, sprisnin, por mbrinin si piskam. Kjo ka mjaft sarkazëm në 2 kupletet e fundit. Edhe pasi që e lexoj, më kujtohen vargjet e El Gjahidit në librin e tij El Begal. Kur postieri ndonjë lajm sjell në adresën tonë, për ndonjë ngjarje të keqe, ai sumbet kohë dhe nxiton. Kështu kur është lajm i keq, vjen për një ditë e një natë. E kur është i mirë, ecën ngadalë dhe mbrin për një javë. Një mbret persian burgosi një njeri të urtë, i cili i shkroi duke i thënë: çdo orë që kaloj këtu, unë i afrohem lehtësimit, kurse ti zemërimit. Prandaj unë po pres kohë më të mira, kurse ty të shpremtuar poshtrimi. Pasi arriti kulmin e kamjes dhe të ekstravagancës, Ibn Abadi, sultani i Andaluzis, u përball me një krizë të rëndë. Ndërkohë që mendjelehtësia dhe instrumentet muzikore e valltarët rrethonin kështjellën e tij, ai u sulmua nga romakët. Kështu ai kërkoi ndihmë nga sultani i Marokut Ibn Tashfini. Ky kaloi detin dhe korri fitore. Ibn Abadi e trajtoi si mik nderi, duke i lejuar t'i trajtonte kështjellat dhe kopshtet e tij si të ishin të vetët. Por Ibn Tashfini e vëzhgonte situatën si një luan dhe kishte të tjera plane. Pas vetëm 3 ditësh, Ibn Tashfini dhe ushtria e tij sulmuan mbretërinë e dobësuar të Andaluzis. Ibn Abadi u zurob dhe pronat e tij u morën. Kështjella dhe kopshtet e tij u shkatërruan dhe ai u zhvendos në provincën e vendlindjes si i burgosur. Këto ditë ne i ndrojmë mes njerëzve. Sundimi Andaluzis ra në duart e Ibn Tashfinit. Ai pretendonte se udhëheqja i takonte atij, sepse ishte populli i Andaluzis që e kishte thirrur atë nga Maroku. Ata e dëshiruan vetë atë. Kaluan shumë kohë dhe një ditë vajzat e Ibn Abadit e vizituan atë në burg. Ato erdhën të zbathura, të uritura, të zbehta dhe në lot. Kur pa gjendjen e tyre të miruar, ai thirri: ditëve të shkuara gëzohesha pa kufi, po çmirim më ra në agmat se jam burgosur. Ti shohësh bija të venitura në uri, të rreckosura janë dhe vuajtjet sukan të sosur. Vinë të shohin në frikë dhe dobësi, me sy të trishtuar dhe zemërthyera, duke udhëtuar në baltë këmbë zbathur, thua se s'kan shkelur zambak e parfume të vyera. Një ajet kuranor thot: kur erdhi urdhri ynë, ne i përmbysëm të gjitha ato duke kthyer çdo gjë kokë poshtë. Shembulli i jetës së kësaj bote është si shiu që kemi zbritur nga qielli, e me anën e të cilit harlisen bimët e tokës prej nga hanë njerëzit e kafshët. Deri kur toka të ketë marrë stolinë e vet dhe të jetë zbukuruar, e banorët e saj të mendojnë se janë të zotët e saj, e asaj vjen urdhri ynë natën ose ditën. Ne rrafshojmë atë thua se dije nuk ekzistonte.
kështu asqarojmë faktet njerëzve që mendojnë. Frytet lullëzuese të kënaqësisë. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata me atë. Kënaqësia mbart shumë fryte të bekuara. Më shumë se çdo gjë tjetër, kënaqja me atë që është caktuar i mundson njeriu të ngjitet në nivelet më të larta të besimit dhe sinqeritetit. Disa mund të dëshirojnë t'i gjejë vetëm e mira, që vetëm gjërat e këndshme t'u ndodhin në jetë, por kjo nuk është ajo që do të thotë jesh rob i Allahut. Shumë prej tipareve të besimtarit që përfshin durimin, nënshtrimin e plot ndaj Allahut, kënaqësinë, modestinë dhe përuljen, bëhen të dukshme kur njeriu përballet me diçka që ai se pëlqen. Ndaj të qenurit i kënaqur me atë që është caktuar, nuk do të thotë vetëm ato gjëra që i shkojnë për shtat njeriut. Matësi i dur i kënaqësisë së vërtet janë kohrat kur njeriu kalon në përgjendje të dhimbshme. Dhe nuk i takon robit të diktoj kushtet e kaderit. Ai mund të jetë i gëzuar ose jo, dhe kjo nuk luan rol, vetëm se duke treguar pa kënaqësi ai mëkaton. Qenjet njerëzore nuk kanë fort për zgjedhje lidhur me caktimin hyjnor. Për zgjedhja dhe vendimi i takojnë vetëm Allahut. Ai është i gjithdijshmi dhe i lartmadhëruari. Dija e tij i përfshin plotësisht çështjet e së padukshmes. Jini të kënaqur me Allahun. Duhet ta dim se kënaqja me Allahun në të gjitha kushtet dhe rrethanat sjell kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Ndaj nëse jeni të kënaqur me furnizimin tuaj të vogël, ai do të kënaqet me ju për veprat tuaja të vogla. Dhe nëse jeni të kënaqur me cilëndo situatë, atëherë do të shihni se keni marrë kënaqësinë e Allahut dhe do ta kuptoni se Allahu është më së i kënaqur me njerëz që janë të kënaqur. Nga ana tjetër, janë hipokritët. Allahu u asgjësoi veprat, pavarësisht nëse ishin të shumta apo jo. Ata ishin të pakënaqur me atë që zbriti Allahu dhe u rryen kërkimin e kënaqësisë së tij. Kështu, veprat e tyre janë të papranuara. Pakënaqësia shkakton mërzi. Duke qenë i pakënaqur dhe duke patur mendime të papërshtatshme për Allahun, njeriu i hap derën ankthit dhe hallit. Nga ana tjetër, kënaqja e shpëton njeriu nga pasojat negative dhe ja hap derën një parajse mbi tokë dhe para përjetësisë. Të pyeturit dhe të ankuarit për atë që është caktuar nuk mund të sjellë kënaqje dhe paqe të brendshme. Përkundrazi, ato rezultate të vyra ne mund t'i sjellim me anë të nënshtrimit dhe pranimit, sepse ai që siguroi të gjitha gjërat s'duhet akuzuar kurrë për atë që ka caktuar. Akoma e kujtoj ndodhinë e Ibn Ravandiut, filozofit të mirënjohur ateist. Ai pa një ignorant zakonshëm që jetonte në kështjella dhe i cili ishte shumë i pasur. Ibn Ravandiu ju kthye qiellit dhe tha: "Unë jam filozofi më i madh i kohës dhe jetoj në varfëri, ndërkohë që ky ignorant banal është i pasur. Kjo është një shpërndarje kaotike dhe e çuditshme e të mirave." Allahu i arriti atij mjerimin, poshtrimin dhe varfërinë. Kurse dënimi në botën tjetër do të jetë edhe më poshtrues dhe ata nuk do të ndihmohen. Të mirat e kënaqjes. Nëse në kohë të vështira njeriu mbetet i kënaqur me gjendjen e tij, ai është i aftë ta ruajë qetësinë dhe gjakftotësinë, madje tregon besim të vërtetë në premtimin e Allahut dhe të dërguarit të tij. Thua se zemra e njeriu të tillë përfshihet nga një zë që thotë: "Kjo është ajo që Allahu dhe i dërguari i tij na premtuan." E Allahu dhe i dërguari i tij thanë të vërtetën. Përkundrazi, zemra e pakënaqur është e mbushur me ligështi, dyshim dhe paqëndrueshmëri. Një zemër e tillë mbetet rebele dhe e shqetësuar. Thua se edhe kjo zemër ka një zë, por fjalët që ai shqipton janë krejt ndryshe. Allahu dhe i dërguari i tij s'na premtuan tjetër veçse mashtrim. Njerëzit që kanë zemra të tilla janë kontradiktorë në veprat e tyre.
Nëse kanë ndonjë të drejtë mbi ndokënd, ata nxitojnë t'u marrin atë. Dhe nëse u kërkohet të përmbushin detyrimet, ata kthejnë shpinën në mospërfillje. Kur i gjen e mira, ata janë të qetë, të kënaqur. Por kur sprovohen, sa shpejt ndryshojnë për keq. Ata janë që kanë humbur jo vetëm këtë botë, por edhe përjetësinë. Kurani thot: ajo është humbja e sigurt. Prap, kënaqja çon në paqe, e cila shpihen në përparim. Urrejtja e caktimit të Allahut sjell ankth që shpihen në dështim. Duhet të mbani mend se një nga bekimet më të mëdha të Allahut për robërit e tij është dhurimi i qetësisë mbi të. Dhe një nga mënyrat më të mira për të arritur qetësinë është të jesh i kënaqur me Allahun për herë.